Në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës u ngjit premier shfaqja Kopshtet e pavarura të lumturisë, me autor shkrimtarin e ndjer Albri Brahusha dhe regji të Hervin Çulit. Një tragjikomedi e kohës moderne, ku gjithçka është e programuar, nga dashuria tek gjumi e deri tek ëndrat. Loja brillante e aktorëve bëri që të marrë duart trokitjet e publikut, por edhe të përcjell mesazhe të forta për kohën që jetojmë. Ishin emocione të forta dhe të bukura, po shqyqër Zotit me që shoh, ne kemi arritur ta përcjellim shfaqjen në publik, edhe kjo është ajo për cilën punojmë për ditë. Është një vepër shumë e fortë për mendimin tim, shumë e fortë, me mesazhe shumë të forta, me metafora shumë të forta. Këto janë absolutisht aktuale, Inshallah përcillen mesazhet e dashurisë, për pak më shumë dashuri, për pak më shumë mirëkuptime njëri tjetrin, për pak urrejtje. Minimalisht nga kjo të nisemi, pastaj mos merremi me gjërat e tjera më të vështira për tu marrë. Gjithë secili me bëhat luftën e vet, nga llogoria e vet, 1 gram dashuri, aq është mjafton. Me një ndjesi krejt ndryshe, sepse kjo është premiera ime e parë në teatrin Migjeni. Unë kam marrë dhe herë të tjera, kam luajtur në këtë sallë, por si me shfaqje nga qytetet e tjera, por me një premierë të vetë qytetit të Shkodrës, kjo ishte hera e parë, edhe është një ndjesi shumë e mirë, jam dirë shumë rehat, tamam si në shtëpinë time. Për sa i përket veprës, unë jam një tifoz i veprave shqiptare, kështu që duhen sa më shumë vepra shqiptare dhe aq më tepër nga një figurë nderuar siç ka qenë Albri. Kemi humbur njerëzlikun, të qenit njeri. Dhe jeta robotike ditë pas dite po na dëmton jo vetëm trurin, por edhe shpirtin, edhe zemrën. Dhe gjitha kjo e ka kthyer njerëzimin në një, se nuk mendoj se ndodh vetëm në Shqipëri, është globale, e ka kthyer në një mekanizëm që është gati jo shpirtëror, jo humane, nuk ekziston. Prandaj dhe Albri ka shkruar një vepër, po them gjetje geniale, kur në një bank njerëzit nuk investojnë me parat, po investojnë ëndrat, investojnë gjumin, investojnë dëshirat, investojnë çdo gjë mendore që i përket atyre. Një vepër shkodrane, edhe në këtë gudinë madhështore të teatrit Migjeni, po ashtu edhe pastaj edhe një vepër të autorit që është edhe Albri Brahusha, që nuk është më mes nesh, edhe ishte një moment shumë interesant, shumë i bukur edhe për familjen që ishte prezente, që shikon një produkt të pjesëtarit të tyre të familjes që nuk është më fizikisht. Kopshtet e pavarura të lumturisë e ndërthur emocionin, ironinë dhe reflektimin shoqëror, duke sjellë për publikun një përvojë të veçantë artistike që na fton të meditojmë, të kemi të tjera ndjesi dhe reflektim mbi realitetin që po jetojmë. Në një botë të pushtuar nga teknologjia, shfaqja ngre pyetjen thelbësore: a ka mbetur ende vend për njeriun?